Këngëtarja e njohur Zarfina Ismaili ka reaguar në rrjetet sociale në lidhje me rastin e reperit Gjesti. Ajo i del në mbrojtje Gjestit dhe deklaron se nga përvoja e saj personale ka pasur probleme me pronarin Onima Erkan Shabani. Reagimi i saj vjen pasi që Gjesti kishte kërcënuar me jetë Shabanin, i cili po përballej me proceset gjyqësore. Ajo thekson se pronari nuk ka qenë korrekt me artistën dhe në fund e përmbyll drejtësi për Gjestin. Ka reaguar edhe ish-banorja e Big Brotherit Gjeneta Fetohu, e cila theksoi se pronari Onimës nuk ka qenë korrekt me Gjestin. Ndryshe Gjesti po përballet me akuza për armbajtje pa leje dhe dëmtim të pronës, i cili njëti ka shkuar në studion e Onimës dhe ka kërkuar Erkan Shabanin, duke thënë me fjalën se do ta vras. Gjatë seancës së sotme gjyqësore, i pranishëm ka qenë edhe Bonard Ajvazi, menaxheri i Lymanit, dhe babai të Gjestit nuk është lejuar të jetë i pranishëm në seancën gjyqësore. Gjykata themelore në Prishtinë i caktoi 30 ditë para burgim Besar Kelmendit, i njohur si Gjesti. Gjykata themelore vlerësoi se kjo mos është adekuate për vepër penale, armbajtje pa leje, dëmtim i pasurisë dhe kërcënim.